Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida. Shëndetje kolegë dhe miq, mirë se vini në këtë udhtim së bashku. Kam dalë nga një masterclass i gjatë, në të cilin për shkak të dinamikave që shpesh ndodhin në ato që bëhen live, qëlloj që shumë nga pyetjet nuk arrita t'i mbuloja gjatë kohës që isha në trajnimet, në coaching si grupe dhe në pjesën e masterclass, ku është pjesa që në mënyrë të drejt për drejt jep vetëm parime, jep vetëm ato gjëra që unë dua të theksoj konceptet dhe nuk e lë shumë kohë të flasim. Gjatë kësaj kohe gjithmonë po mblidhem me stafin tim, po mblidhem pyetjet edhe ato sugjerime apo ato dëshira që ata kishin për të ditur më shumë. Ju thash që unë nuk e kam kohën tani, por ju premtoj që në podcastin e radhës do t'i kthej përgjigje këtyre 3 pyetjeve që më keni dërguar. Pyetja e parë ishte shumë interesante, në fakt dhe kishte të bënte me çfarë ndodh me bizneset, edhe pse si kryefjalë ishte AI sot, pra sa ndihmon AI sot në të themi në zhvillimin apo mos zhvillimin e bizneseve, por pjesa më kryesore e pyetjeve kishin të bënin me strategjinë edhe me operacionalitetin. Me fjalë të tjera, çfarë duam të bëjmë për 10 vjet dhe çfarë bëjmë çdo ditë. Formula që unë isha duke shpjeguar është formula e cila do dalë në librin Coach me Lidën. Është një libër i cili është super lajmëruar prej shumë kohësh, por zakonisht ajo që ne bëjmë është që krijojmë dhe zbatojmë shumë forume për të marrë më të mirën. Duke vajtur direkt tek pyetja, ajo që unë shpjegoj është çfarë bëhet në unit of time, your task and the strength or the skill you use. Pra, çfarë bëhet në njësinë e kohës, çfarë detyre bën ti dhe çfarë aftësie apo fuqie tënde përdor. Le të kthejmë tek pyetja. Pra pyetja është çfarë ndodh, çfarë është më e rëndësishme të kesh strategjinë apo të kesh atë gjë që ti të bësh dita me ditë, që ti ta bësh shumë mirë. Në fakt, përgjigjet që unë do të kthej kanë të bëjnë me një sistem që unë përdor kur unë bëj intervistat e para me bizneset. Dhe ka kompani të cilat kanë edhe njërën dhe tjetrën. Dhe kjo është ajo faza që unë e quaj shumë të mirë, sepse edhe pse mund të jetë dhe njëra gabim ose jo tamam e qëndruar atje ku duhet e kalibruar, edhe tjetra po ashtu, prap ti ke me çfarë të punosh dhe mbi të gjitha personat me të cilët ti të punosh dhe do bësh coaching janë persona të cilët e din konceptin, e din çdo të thotë të kesh një strategji dhe e din çdo të thotë që këtë strategji ta zbatosh dita me ditë përmes disa standardeve operacionale, planeve, monitorimeve e tjera. Është një grup i dytë i kompanive, të cilat për mendimin tim kanë ose njërën ose tjetrën. Dhe është një thyrje e madhe midis grupit të parë dhe grupit të dytë, sepse në grupin e parë, siç thash, njerëzit e din konceptin dhe e pranojnë, janë më të hapur dhe ndryshimi ndodh më shpejt kur unë punoj me ta. Me të dytët është që ndofta kanë marrë një strategji shumë të mirë. Dhe më ka qelluar që shumë prej këtyre kompanive kanë pasur një strategji e cila është bërë gjatë kohës që unë i quaj të ndihmave që ishin një size dhe ishin grupe biznesesh që ishin mbledhur 40-50 veta të cilët dilin me një ide startupi dhe mblidheshin disa persona që ishin shumë të mençur, shumë të zgjuar, të cilët ju jepnin një strategji e cila nuk që e mençur, nuk që e zgjuar, sepse nuk mund të ishte e njëjta për të gjithë, që vinin nga industri të ndryshme, që vinin nga gjeografi të ndryshme, nga madhësi të ndryshme e tjera. Dhe këta janë persona cilët me këtë lloj strategjie kanë ndërtuar disa biznese, cilat kur vjen puna në zbatimin praktik i gjejnë që janë të vështira. I gjejnë të vështira të zbatojnë sepse që në planifikimin e madh, planifikimin afatgjatë të strategjisë, ka grupa të mëdha, ka boshllëqe të mëdha, të cilat nuk janë përgjigjur kurrë. Nga ana tjetër, ka të tjerë që në këtë strategji që kanë marrë, janë munduar të vënë ato që mund të quhen andra, merr një person i thua, okay, si ta bëj marketingun, pastaj merr një tjetër i thua si ta bëj IT-n, pastaj dikujt tjetër i thua, më fal, do më ndihmosh çik për shitjet, dhe bëhen sa andra të cilat në fund të ditës nuk kanë ADN-n e këtij krijuesit, the founder, personi që ka krijuar, të themelusit, të CEO-s, pronarit, të vendimarrësit, nuk e kanë më, sepse kanë të themi mballoma nga të tjerë. Ka të tjerë prapë në këtë grupin e dytë që nuk e kanë strategjinë, por janë nga ata që mund të quhen street smart, që kanë gjetur mundësinë në një moment saktuar të gjejnë një produkt apo një grup klientësh të cilët kanë pas nevojë në një nishë të caktuar për shërbimet apo produktin e këtij sales.
Dhe ai është futur në operacionalitetin e tij day in day out dhe ka bërë lek, dhe ka ecur shumë mirë. Por nuk ka pas mundësi të ketë një strategji. Edhe arrin zakonisht vinë të kërkojnë shërbimin tek unë sepse arrin të kuptojnë që shikojnë deri tek funda e tyre, nuk shikojnë dot më larg. Ama deri te funda e tyre janë të përsosur. Pra ky është grupi i dytë që nuk kanë njërën prej këtyre, pra ose strategjin ose operacionalitetin. Ka të tjerë që është grupi 3, të cilët realisht nuk kanë as njërën as tjetrën, kanë qelluar të jenë në një biznes që ose i është trashëguar, ose i kanë marrë dhe tani kanë ardhur si janë futur me aftësinë e tyre, janë futur themi si bashkëpronar. Pra mund të kenë një cilësi, mund të kenë atë green of greens të tyre, ajkën e ajkës së talenteve mund ta kenë kaq të nevojshme për një biznes, sa pronarët tonë hajde dhe bëu bashkëpronar. Këta janë futur dhe këtyre ju kërkohet në fakt të bëjnë edhe strategjinë dhe operacionalitetin. Aftësia e këtyre personave shpesh herë, dhe këtë mund të them në 9 raste nga 10, aftësia e tyre është vetëm një gjë specifike që ka të bëjë për shembull janë shitsa shumë të mirë. Siç e kam thënë në një herë tjetër, një podcast tjetër. Realisht mund të jetë shitës shumë e mirë, po ti nuk di të transferosh njohuritë e tua tek ata shitsa që vijnë nën ty për të rritur rezultatet. Ose ti mund të dish edhe ta transferosh, po ti nuk di të drejtosh njerëz. Dhe këto janë një grup aftësish të cilat ti ndjen që nuk i ke. Dhe nga ana tjetër, nuk ke një dyshina ku të vësh të trenin e suksesit, të thua shina e parë është kam të dokumenta strategjike, dhe tjetra kam të përvojë e cila është e shkruar. Kjo ka funksionuar, kjo nuk ka funksionuar. Pra, ky është grupi i tretë. Këta janë më të vështirë akoma. Nga ana tjetër, këta janë persona që e kuptojnë shumë mirë që duhet investosh për të bërë ndryshimin. Është dhe një grup tjetër, që është grupi i 4, të cilët janë persona që as nuk i kanë këto dhe as që ndjejnë nevojën t'i kenë këto. Dhe për shkak se janë të bazuar në one person show dhe e din që po t'jenë ata vërdall dhe po t'jenë sa më shumë nxitës t'jenë me njerëzit, nga njëherë janë quhen motivues shumë të mirë, në fakt janë manipulator shumë të mirë të njerëzve me të cilët punojnë. Dhe ky grup i 4, zakonisht ta vjen tek unë sepse dikush ka ardhur një i njohur i tyre, ca të njohur të tyre dhe vjen dhe i thonë shiko se ke nevojë të hecësh, ose kanë parë që shoku tyre, miku tyre, mikja tyre kanë hecur duke bërë programin me mua dhe ata duan të imitojnë suksesin. Zakonisht, ta që vinë nga grupi 4 janë persona që vinë ulen në takim, siç thash, me idenë për të bler ide. Kanë gjithë jetën që janë marrë vetëm duke marrë ide andej, duke marrë ide këtej, duke përshtatur, janë shumë të zgjuar, siç thash, mund i quash manipulator të shkëlqyer. Në moment që ti flet për strategji, ti flet për operacionalitet, janë po. Në moment që ti futesh dhe flet, a mund të flasësh pak për njerëzit e tu me kë punon? Atje dëgjon çuditëra, dhe zakonisht çuditërat kanë të bëjnë me ti nuk e di sa të vështirë janë njerëzit, ti e di që tu s'ka njerëz, dhe është një negativitet i jashtëzakonshëm. Unë besoj në këto 4 grupe, të cilat në fakt për mua janë 4 grupe të mëdha të CEO-ve, asnjë nga ne nuk është jashtë këtyre 4 grupeve. Asnjë. Pra oje atje ku ti ke një strategji dhe ke një vizion edhe një që duhet bësh çdo ditë, dhe kjo mund të duket si një fjalë e madhe, por nuk është fare, shumë reale, shumë e vërtet. Ose do të jesh tek pjesa që ke njërin apo ke tjetrën, ose do të jesh tek pjesa që nuk ke asnjërin as tjetrën, po ke nevojë ti kesh, ose je në grupin që ti as i ke, ose mund të kesh një pjesë të mbledhur saktu atje dhe as që ke në mend ti kesh. Realisht, çfarë ndihme mund të jetë kjo për dikë që më dëgjon? Për ata që kisha në masterclass, e di që përgjigjet janë shumë të sakta për ata e dinë çfarë do të bëjnë, sepse secili prej tyre, në momentin që unë them këto bën një skanim të vetes, ku je? Automatikisht pas kësaj janë shumë të qarta hapat që do marrësh. Sa do të hecësh? Po, ajo që do të sqaroja më shumë është pse është e rëndësishme kjo. Është shumë e rëndësishme sepse të 4 grupet kanë të njëjtat sfida në tre. Nëse grupi i parë që ka edhe strategjin, edhe pjesën operacionale, ditore, të organizuar, të vënë në shina të tilla që njerëzit dinë çfarë bëjnë, kanë kuptueshmëri për gjërat, dinë çfarë kuptimi ka puna që ata bëjnë çdo mëngjes, sigurisht që sfidat që do të ketë drejtuesi janë më lehtë të kalueshme. Ka baza, ka një shtëpi në tokë të ndërtuar në shkëmbë. Nuk ka frikë. Nga ana tjetër, gjithë grupet e tjera në çdo lloj situate të vështirë, nëse ju mungon vizioni, apo strategjia, apo ideja ku dua të shkojnë, zakonisht tronditen thellë nga çdo lëvizje, dhe zakonisht janë biznese të cilat shumë shpejt dalin nga treku. Okej, miq.
Duke uruar të kemë dhënë një përgjigje për pyetjen e parë, pyetjen e dytë do ta vazhdojmë më mbrapa, por pyetja e dytë që në fakt shumë interesante, sepse në grupin që kishim atje vum re që pa e ditur ishin gjysma që në vajza dhe gjysma që në djem. Dhe unë i quaj vajzat e djem që fillojnë që nga mosha 24 deri në moshën 64. Dhe pyetja që më tha është, okay, kur flasin për këto grupe, a ka të bëj gjinia e drejtuesit? Është një pyetje shumë interesante. Unë do mundohem të kthej përgjigje nga përvoja ime, vetëm nga përvoja ime, vetëm nga statistikat që unë kam mbajtur, dhe unë besoj që mund të jetë një përgjigje e cila mund të ngrërë shumë diskutim. Ju lë deri herën tjetër, okay? Duke uruar gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i unë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit, me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndofta në Facebook, me Elida Notro, ndofta në Instagram, që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje, nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MSC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht Elida.